Në një të ardhme jo shumë të largët, njerëzit mund të jetojnë në oaze hapësinore në Mars, struktura moderne të ndërtuara me materiale që reflektojnë nxehtësinë dhe mundësojnë rritjen e bimëve. Robotët do të eksplorojnë sipërfaqen e ashpër të planetit pa u ndikuar nga lodhja, rrezatimi apo pluhuri. Paralelisht, satelit dhe stacione të mëdha do të ndërtohen në orbit, ndërsa inteligjenca artificiale do të marrë vendime jetike, duke u bërë pjesë kyçe menaxhimit hapësinor. Një rrjet i gjerë interneti do të lidhë të gjithë sistemin diellor. Ky skenar që dukej dikur si fantashkencë, është tani një objektiv i qartë i Agjencisë Hapësinore Europiane, e cila në një raport të ri shpalos vizionin për vitin 2040. ESA synon një prani të qëndrueshme në orbitën e Tokës, hënë apo Mars, edhe mëtej, duke e parë hapësirën si një territor të ri për zhvillim ekonomik, shkencor dhe teknologjik. Hapësira nuk është më një kufi, por një domosdoshmëri, thuhet në raport. Habitatet e ardhshme do të ofrojnë mbrojtje nga rrezatimi, si dhe kushte për jetesë, punë dhe prodhim ushqimi. Ato do të jenë të vetëqëndrueshme duke bërë të panevojshme furnizimin nga toka, ndërkohë SpaceX dhe NASA planifikojnë misione njerëzore drejt Marsit në 20 vitet e ardhshme, megjithëse anijet për udhëtime të tilla si Starship ende nuk janë plotësisht të gatshme.